Më ndihmo pak Elkieri me njoftimin që ka bërë Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë lidhur me çështjen e Irena Gjoka. Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, pas shqyrtimit fillestar të ankesës tuaj të regjistruar me numër 1399 e protokolluar në datë 6/5/2025, ka konkluduar se ekzistojnë dyshime të arsyeshme që magistratja Irena Gjoka ka kryer veprime, mosveprime, të cilat në referim të nenit 103, shkronja V dhe nenit 104 të ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar përbëjnë shkelje disiplinore. Për këtë arsye është vendosur fillimi i hetimit disiplinor me iniciativë dhe me nismë të ankuesit ndaj magjistrates zonjës Irena Gjoka, gjyqtare pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. As më shumë dhe as më pak. Loja është kjo. Unë ju kam thënë që këta janë një gardh, krah më krah. KLG dhe ILD e të gjithë. E mbajti prokuroria e përgjithshme 2 vjet. Këtë vendim. E mori KLG-ja. Ndërkohë që KLG-ja i tha, më bëj këtë hetim të thelluar se unë dua të merrem me këtë. Erdhi, jo tha, nuk e miratojmë në raportin tha. Dhe ja hedh topin ILD-s dhe arkivon këtu. Ku ndryshon kjo punë? Dëgjoj çfarë thotë. Hetim disiplinor. Pra ka ti thy notën sjellje, do ka bërë hetim, domethënë ka shkelje disiplinore. Ndërkohë që ajo ka mbarim mandati. Pse? Sepse ajo nëse do të deklaronte në kohën dhe në vendin e dur, çfarë kishte ndodhur? Çfarë kishte bërë? Ai nuk do merrte statusin e magjistrates dhe do të ndërpritej mandati. Dhe pastaj do të shikonin, do ishin të vlefshëm vendimet brapa? Jo, thanë këta, jo kështu. Ta çojmë në ILD, se ILD-ja merret me shkelje disiplinore mbas marrjes mandatit magjistratit. Që kjo mund të çojë në shkarkim ose jo? Jo, më këta jemi një vretje më. Mund ta kalojnë dhe thjesht me një vretje. Mund ta kalojnë dhe thjesht me një vretje. ILD-ja do të çojë prapë në KLG. Jo, kjo është procedurë. Nuk e kthen. E ka arkivuar ILD ajo. Duhet ta çojë ILD-ja, duhet ta çojë në KLG normalisht. Edhe unë sot për çdo veprim ILD-ja çon KLG. Shiko, këta e kanë shkel me 2 këmbët. Nuk e dim tash se kjo është një ekstra procedurë. S'ka ndodhur ndonjëherë që një person nga këta të mos miratimit të relacionit e çon në ILD. Po, një Klodian Kurushi. Po e hodhi poshtë atë. Ka qenë gjyqtar, ditë ai. Po. Ka qenë gjyqtar e mori vetimin këta e vënë në ILD. Po. Në rregull. Ashtu. Tashi, do të shikojmë se ç'do të bëhet. Unë po them vetëm kaq. Të gjithë këto procedura që kanë ndjekur këta brenda këtyre afateve të tezë zgjatura, unë nuk i kam parashikuar dot jo, vetëm unë, të gjithë kolegët. Po megjithatë kanë pranuar faktin. Pra fakti s'ka ku çojmë raportin e prokurorisë përgjithshme. Një sekondë. Dëgjoj, edhe këta e pranojnë që llogaria është tunel. Nuk diskutojmë që shëmbet, ai ka japë formë. ILD-ja e ka marrë dosjen e prokurorisë tash. Dhe po e shfleton. Dhe duhet dalin në një përfundim. Po pra ka filluar hetimin disiplinor. Po pra do dalin në një përfundim. Çfarë do bëjmë me atë përfundimin? Por KLG-ja si KLG e ka arkivuar si dosje. Dakor, pra kur i shkon një propozim nga ILD-ja tani. Çfarë duhet bëj KLG-ja? Si? Kur ILD-ja në fund të këtij hetimi, do marr vetë vendim kë ILD-ja, nuk e çon madje. Jo, pra jo, duhet miratohet çdo veprim i ILD-s në KLG. ILD propozon KLG-s. ILD-ja propozon. ILD-ja është si the prisi edhe një herë. Tani një sekond. Se jam dakord, edhe unë jam e Gencin që do doja të kisha reaguar KLG. Mund do kisha dash kisha reaguar spaku në spaku, kupton se. Pra të tjera reago spaku. Pa marrë punkta që nuk kemi vetëm mos deklarimin e dënimit, po për shkak të deklaratave notariale që janë bërë, kur ajo zonja këtë që e ka sot bashkëshort, ato kohë ai ka qenë i martuar me tjetër njëri, i referohej bashkëshorti, do të thotë interesat financiare të dyja palëve kanë qenë më të hershme, pra bashkëtesa mes tyre ka qenë më e hershme, që do të thotë ka probleme dhe me deklarimin në ILDKPI, por çfarë do? ILD-ja ka nisur hetim disiplinor. Sigurisht nga fjala ti themi ne hetim disiplinor dhe unë them të japim mbërthje, por një sekond, nuk e dim si do operoj ILD-ja sepse pra shkelja që ata mund konstatojnë do jetë aq e rëndë sa masa propozuese që bën ILD-ja, se ILD-ja këtë bën hetimin dhe i propozon KLG-s në rastin e gjyqtarit, KLG-s në rastin e prokurorëve. Dhe merr prapë KLG do marrë vendim, pra shkarkohet dhe masa
mos ta ku diun, dyshojmë tani ku diun. Paragjykojmë, po. Turmestani mbase, i vin mend edhe çon edhe me mas për përjashtim.